Horoskopi ditor. Dashi. Dashuroni veten se sot yjet po bërtasin për ju. Dëgjoni mirë o ju të parët e zodiakut, ju që nuk I trembet syri nga asgjë. Sot qielli po lëviz dhe po rregullon rrugën që ju të shkëlqeni siç e keni në gjak. Çfarë po ndodh në shtëpinë tuaj? Mëngjesi mund t'ju ngatëroj pak me këta njerëzit shumë logjik që keni rrotull. Dikush do t'ju bëj si I zgjuar e do t'ju shoh punët me dylbi të ngushta, por mos u nxehni. Lini gjërat të rrjedhin, sepse ju e dini që koha punon për ju. Lajmi I madh. Jupiteri u zgjua, pas 4 muajsh që rrinte si I përgjumur. Jupiteri, ai që sjell fatin dhe lekun, sot kthehet mbar. Dhe ku godet? Drejt dhe në zemrën tuaj. Në familjen tuaj, në pragun e shtëpisë suaj, gëzimi do t'ju hyjë nga dritarja. Do ndjeni një dorë të ngrohtë që ju përkëdhel shpirtin. Ato sherret e vogla në shtëpi do treten si kripa në ujë, muret do flasin mirë. Nëse keni lënë ndonjë punë shtëpie për gjysmë, ndonjë lyrje apo rregullim, tani është koha. Demi, mëngjesi kalon, shkëlqimi vjen, dita mund të nis pak me hije dyshimi, sikur doni të kapeni pas gjërave që si ndryshoni dot. Mos e lodhni veten me mendime të kota. Edhe pse trupi mund t'ju duket I rënë dhe punët e shtëpisë apo të zyrës sikur s'mbarojnë, mbajeni veten. Ky është vetëm një re e vogël që po kalon, sepse pas dite dielli do ndrijë vetëm për ju, lajmi që po prisnit. Jupiteri ju jep krah, bëhuni gati, se Jupiteri, planeti I madh I fatit dhe I bereqetit, mbaroi gjumin e tij 4 mujor. Sot ai kthehet mbar dhe do qëndroj kështu deri në fund të qershorit. Fjala juaj do peshoj flori. Nëse deri dje ju dukej sikur nuk ju dëgjonte njeri. Tani bota do mbaj vesh kur flisni ju. Çdo projekt, çdo letër, çdo muhabet që keni nisur do marrë dritë jeshile, lajme të mira nga larg, do dëgjoni fjalë të mira për veten tuaj. Mund të jetë një telefonat, një intervistë pune ose thjesht dikush që ju lavdëron aty ku duhet, mësimi dhe dija. Nëse po studioni diçka ose po mësoni një zanat të ri, truri do ju punoj si brisk. Çdo gjë do e kapni në fluturim, pengesa e fundit po ikën, edhe pse Merkuri po bën naze edhe një 10 ditë, mos u shqetësoni. Ju po e ktheni kthesën e madhe drejt suksesit. Binjakët, dita sot mund të nisë me pak tension, ndaj këshilla e yjeve është, mos u kapni me të tjerët për mendime të ndryshme. Në vend që të debatoni, dëgjoni me vëmendje, sepse aty mund të gjeni zgjidhjen që ju duhet. Mos I fryni zjarrit kot, ruani qetësinë se dita përmirësohet shpejt. Jupiteri po zhbllokon xhepin tuaj. Lajmi I madh I ditës është se Jupiteri kthehet në lëvizje të drejtë për drejtë. Ky është momenti që keni pritur për të ndjerë sërish forcën tuaj financiare, fati me paratë. Deri në 30 qershor, energjia është në krahun tuaj për çdo gjë që lidhet me paratë, burimet dhe talentet tuaja. Nëse keni pasur ndonjë bllokim apo vonesë, tani fillon të hapet rruga, besimi te vetja, do ndiheni shumë më të sigurt për të marrë vendime biznesi ose për të blerë atë që dëshironi prej kohësh. Partneritetet punojnë për ju, meqense Jupiteri ndikon edhe te bashkëpunimet. Mund të prisni një ndihmë ose shtys nga njerëzit e afërt që do ndikojë direkt në rritjen e fitimeve tuaja. Jeni më të guximshëm dhe më të vendosur. Nuk është momenti për të tërhequr, por për të ndjekur dëshirat tuaja. Gjërat po vinë në vi, thjesht ndiqni instinktin. Gaforja, shkelni mbi frikën, paraja po vjen, mëngjesi mund t'ju gjej pak me ankth, sikur diçka po ju mbyt, por dëgjoni këtu, mos I lini këto re t'ju prishin punë. Sot është dita për të hedhur hapa të fortë te paraja. Shihni portofolin dhe bëni plane për të ardhmen, sepse mbështetja që po ju vjen nga të tjerët po ndryshon për mirë. Çdo frikë që keni pasur do e shihni në sy dhe do e mundni. Mbreti I zodiakut, Jupiteri u zgjua në shenjën tuaj. Ky është lajmi që do ju bëjë të kërceni nga gëzimi. Jupiteri, planeti I madh I fatit, pas 4 muajsh që rrinte kot, sot kthehet mbar drejt në shenjën tuaj, te Gaforja. Dhe do rri kështu deri në fund të qershorit. Buzëqeshja po ju kthehet, do e ndjeni që në shpirt po ju hyn një dritë e re. Nuk do jeni më aty në qoshe duke pritur, por do ndjeni që keni fuqinë në dorë për të ndryshuar jetën tuaj, do ndjeni më të lirë se kurrë.
Luani larg lojrave të vogla. Mëngjesi mund t'ju gjej mes njerëzve që duan të masin forcat me ju, njerëz që luajnë lojra pushteti pa asnjë vlerë. Mos u ulni në nivelin e tyre. Luani nuk merret me mizat. Lërini të zhurmojnë, sepse dita do të vijë duke u qetësuar dhe tensioni do të shkrijë si dëbora para këmbëve tuaja. Lajmi i ardh. Jupiteri po ju përgatit rrugën, dëgjoni këtu se ky është momenti juaj i madh. Jupiteri, planeti i fatit dhe i rritjes, sot mbaroi gjumin e tij të gjatë që nga nëntori. Edhe pse ai po lëviz në një zonë pak të fshehtë të jetës suaj deri në fund të qershorit, mos u gënjeni, ai po punon për ju në prapaskenë. Çdo gjë që ju ka mbajtur peng, çdo projekt që kishte ngecur apo çdo lëshim që keni bërë, tani do të marrë zgjidhje. Ju po mbyllni llogaritme të shkuarën që të jeni gati për të ardhmen, do e ndjeni që po e ktheni kthesën e madhe. Nuk do keni më dyshime, por një siguri të brendshme që problemet po mbeten pas krahave. Ky është momenti i ardhur për të mbyllur punët e vjetra. Virgjëresha, mëngjesi mund t'ju gjej pak të tensionuar, sikur doni t'i shkoni gjërave deri në fund me forcë. Kujdes, o virgjëresh. Mos i përzieni frikërat e pasigurisë me atë që ju thot zemra vërtet. Nëse ju duket se diçka ka ngecur në rrugë qore, mos u hidhni me vrap të gjërat e reja vetëm nga nervat. Merrni frym thellë, sepse kthesa e madhe po vjen tani, shoqëria dhe planet tuaja marrin flak. Pas 4 muajsh që rrinte si i përgjumur dhe ju nxirrte pengesa, Jupiteri, ai që sjell fatin dhe mbarsinë, sot kthehet mbar. Dhe ku godet? Drejtet e miqtë tuaj, të planet tuaja të mëdha dhe të njerëzit që ju rrethojnë, pengesat po shkrinë, ato vonesat që ju kishin lodhur shpirtin tani do mbeten pas krahave. Çdo projekt apo ëndër që e kishit lënë mënjan, tani do marrë dritë jeshile, deri në fund të qershorit, ju do jeni si magnet. Do keni mundësi të arta për të njohur njerëz të rinj, për të forcuar miqësitë e vjetra dhe për të bërë emër në rrethin tuaj social, edhe punët e familjes dhe të shtëpisë do e gjejnë rrugën e mbar. Peshorja, një sy i ri për problemet e vjetra. Mëngjesi mund t'ju gjej pak më të ndjeshëm se zakonisht, sikur çdo fjalë ju prek në shpirt. Por mos u dorëzoni. Sot do ju vi një shkëndijë në mendje dhe një problem të vjetër që ju kishte ngrënë kohën, do e shihni nga një kënd tjetër. Do e zgjidhni aq thjesht sa do thoni, si nuk e mendova më parë, lajmi bom. Karriera dhe emri juaj marrin dritë, pas 4 muajsh që rrinte si i fshehur që nga nëntori, Jupiteri, planeti i madh i suksesit dhe i fitores, sot kthehet mbar. Dhe dëgjoni ku godet, drejtet e qëllimet tuaja të larta, të puna dhe të emri juaj në publik, besimi te vetja po vlon. Nëse kohët e fundit keni dyshuar te vetja apo keni menduar se lodhja juaj nuk po vlerësohet, harrojeni. Tani do ndjeni një forcë të re që ju thot, ti mundesh, rruga e karrierës hapet, çdo pengesë që keni pasur në punë, çdo vonesë apo bllokim biznesi, tani fillon e shkrin. Javët që vijnë do jenë flori për të marrë drejtimin e gjërave në dorë dhe për të treguar kush është shefi, përgjegjësitë bëhen rrugë suksesi, do e ndjeni veten më të fortë për të mbajtur peshë mbi shpatulla dhe për të udhëhequr të tjerët. Ju po e ktheni kthesën e madhe drejt majës. Akrepi, sot dita mund t'ju duket si det me rrymë, herë lart e herë poshtë, si me fuqinë e trupit, ashtu edhe me atë të shpirtit. Brenda jush po zjen dëshira për ndryshim, por një zë i vogël frike sikur ju mban peng. Mos u gënjeni. Jepuni pak hapësirë të tjerëve, por mos guxoni të harroni veten tuaj. Si qetësën dita, mjegulla do të ikë dhe çdo gjë do të shihet dritë dielli, lajmi i madh, horizonti juaj po merr flak, pas 4 muajsh që rrinte si i përhumbur, Jupiteri, planeti i madh i fatit dhe i zgjerimit, sot kthehet mbar. Dhe dëgjoni ku godet, drejtet e dituria, të udhëtimet dhe të planet tuaja të mëdha, lamtumir vonesave, nëse keni pasur diçka pezull me shkollën. Me ndonjë dokument, botim apo projekt që lidhet me jashtë, tani rruga është e hapur. Ato vonesat që ju hëngrën shpirtin po shkrin si vesa e mëngjesit, besimi po ju kthehet në gjak, kohët e fundit mund të keni dyshuar te fati juaj apo te ardhmja, por tani mbaroi. Do të gjeni mirë arsye për të qenë optimist.
Do e ndjeni me mish e me shpirt që po shkoni drejt suksesit, shpërthej një det, deri në fund të qershorit, ju do jeni si vulkan. Është koha për të mësuar gjëra të reja, për të dalë në botë dhe për t'i ndarë idetë tuaja me të tjerët. Bota ka nevojë për mendjen tuaj. Shigjetari, kujdes me inatin e mëngjesit, o shigjetar, sot herët mos e lini egon t'ju marrë përpara, sidomos kur vjen puna të mendimet tuaja. Mos u hani me njerëzit për kush ka të drejtë. Mund të jeni duke vrarë mendjen për ca punë shtëpie, për të shkuarën apo për familjen, shihni gjërat me qetësi, mos i shtyni me zor se nuk bëhen ashtu. Lëreni kohën të bëj punën e vet, lajmi i madh, pronari juaj u zgjua, ky është momenti që keni pritur. Jupiteri, planeti juaj udhëheqës, ai që ju jep fatin dhe emrin, pas 4 muajsh që rrinte si i përgjumur, sot kthehet mbar. Kur lëviz Jupiteri, dridhet zodiaku për ju, leku dhe pasuria po lëvizin, nëse keni pasur vonesa me para. Me banka apo me borxhe që s'po jepeshin, tani rruga hapet. Do e ndjeni veten zot të xhepit tuaj sërish, dashuria merr flak, një lidhje e vjetër mund të rindizet, ose ato ndjenjat e ngatëruara që ju kishin bërë lëmsh kokën do fillojnë të sqarohen. Do e dini fiks ku jeni ju dhe ku është tjetri, ndryshimi i madh i jetës, deri në 30 qershor, ju do keni një fuqi përmbytëse për të ndryshuar mënyrën si jetoni. Çdo ves apo zakon i keq do ikë, dhe ju do jeni më të fortë, më trim dhe më optimist se kurrë. Bricjapi, mëngjesi mund t'ju gjej mes llafesh e mesazhesh që vijnë nga çdo anë. Kujdes, o bricjap. Ndajeni gënjeshtrën nga e vërteta dhe mos u nxehni nëse ata që keni më afër nuk mendojnë si ju. Sot është ditë lëvizjesh të mëdha, ndaj mos i shtyni gjërat me zor. Lërini të rrjedhin, sepse fati po punon në prapaskenë për ju, partneriteti dhe bashkëpunimi marrin dritë, ky është momenti që do ju bëj të merrni frymë lirisht. Jupiteri, planeti i madh i fatit dhe i mbarsisë, pas 4 muajsh që rrinte si i përgjumur, sot kthehet mbar. Dhe dëgjoni ku godet, drejt e të lidhjet tuaja, të ortakëritë dhe të njerëzit që keni përballë, marrëdhëniet po lulëzojnë, nëse keni pasur ngrirje me partnerin apo me ndonjë ortak pune. Tani akulli shkrin. Do e ndjeni që po e ktheni kthesën e madhe. Çdo gjë do bëhet më e qartë dhe më e lehtë, njerëz të mbar në rrugën tuaj. Do e shihni që do afrohen njerëz që ju duan të mirën, njerëz bujar dhe me fat që do ju ndihmojnë të ecni përpara. Edhe ata që kishin ikur mund të kthehen me këmbë të mbar, do ndjeni një çlirim në shpirt. Nuk do keni më frikë për të ardhmen e lidhjeve tuaja, por do keni dëshirë të bashkëpunoni dhe të rriteni bashkë me të tjerët. Ujori, lajmi bombë, puna dhe shëndeti marrin dritë jeshile, ky është momenti që keni pritur prej muajsh. Jupiteri, planeti i madh i fatit dhe i zgjerimit, pas 4 muajsh që rrinte si i përgjumur që nga nëntori, sot kthehet mbar. Dhe dëgjoni ku godet, drejt e të puna juaj e përditshme, të rutina dhe të shëndeti juaj, punët po fluturojnë. Nëse keni pasur një projekt që kishte ngecur, një dokument që s'po dilte apo një punë që ju hante shpirtin me vonesa, tani mbaroi. Çdo bllokim do hiqet si me dorë dhe do merrni lajme që do ju hapin rrugën, energjia po ju vlon në gjak, do ndjeni një dëshirë të madhe për të marrë me veten, me trupin dhe me zakonet tuaja. Nëse keni dashur të nisni një dietë apo palestër, tani është koha kur trupi juaj do ju bindet si ushtar, leku vjen nga puna. Çdo gjë që kishit lënë pas dore në biznes apo në zyrë, tani do marrë shpejtësi skëter. Ju jeni gati për të bërë emër dhe për të korrur fitimet që ju takojnë. Ujori nuk ndalet, ujori vetëm shpik rrugë të reja drejt suksesit. Sot po ktheni kthesën e madhe dhe bota do habitet me shpejtësinë tuaj. Peshqit, mjegulla e mëngjesit po ikën, mëngjesi mund t'ju gjej pak lëmsh, sikur s'përëndoni dot asnjë mendje. Mund të keni ca pengesa me telefonat, me makinat apo me njerëzit që s'ju marrin vesh çfarë thoni. Mos u mërzitni. Ngrijeni kokën lart, sepse shpirti juaj do të fluturojë mbi këto vogëlsira dhe do filloni të shihni planet e mëdha që ka rezervuar universi për ju. Lajmi i madh, dashuria dhe krijimtaria marrin flak. Ky është momenti që do ju bëjë të ndiheni gjallë sërish.